Kampionja e Shqipërisë në futboll për femra Vllaznia e Shkodrës ka fluturuar drejt Çipros aty ku e pret sfida e parë europiane. Sipas shortit, skuadra Kuçeblu do të përballet me kampionën e Slovakisë, Spartak Mijava. Vajzat Kuçeblu zhvilluan në stadiumin e Pafosit seancën e fundit stërvitore që zgjati 60 minuta. Në përgjithësi forma sportive e futbollistëve duket optimale, me përjashtim të sulmueses amerikane, e cila u dëmtua javën e fundit gjatë përgatitjeve në fazën përgatitore në Puk. Pjesa tjetër e ekipit është e plot me besim për një rezultat pozitiv. Minutat e fundit të stërvitjes në tokën shqipriote i kanë shërbyer trajnerit Nikolin Leka për të finalizuar dhe formacionin me të cilin do të nis takimin ndaj kampiones slovake. Në port pritet të luajë nga minuta e parë Izabel, që ka fituar duelin me rivalen Antigoni Hyska. Në mbrojtje spikasin veterania nga Kosova Arbiona Bajraktari së bashku me Leba në Rushan dhe Da Silvën. Në mesfush do të aktivizohet Verona Berisha, Spraj, Mustafaj, Gjonaj, ndërsa në sulm kapitenja Megidoçi dhe Olivia Sarver, duke patur në gatishmëri edhe Claudia Borçin dhe Jessica Ndojin. Ndeshja e cila është në kuadër të gjysmëfinales së mini turneut numër 6 të raundit të dytë kualifikues do të luhet në stadiumin Stelios Kyriakides të Pafosit në Çipro dhe sipas programit zyrtar të UEFA-s, ajo do të nisë në orën 21:30 me orën lokale apo 20:30 me orën shqiptare. Takimi do të gjykohet nga një prej arbitreve portugeze, Filipa Pereira Cunha.